si do të procedojmë. Deri sot nuk ka akoma diçka zyrtare që mu i me dhonë të ashtu si një ekskluzivitet, por atë ekskluzivitet do ta japim shumë Paktën kështu është kuptuar nga deklaratat që po i dëgjojmë. Domethënë ka një komunikim dhe ka një derë të hapur të LDK-s për të gjithë ata që dëshirojnë me ardhë me kontribu në platformën politike të LDK-s dhe së djathtës së vendit. A ekziston frika që të shkohet në zgjedhje? Paktën kështu lë të nënkuptohet nga kryeministri Kurti vazhdimisht thotë që në një farë forme në rreshta që opozita ka frikë të shkojnë në zgjedhje për shkak që mund të marrë rezultate edhe më të dobët. Nuk kemi qenë asnjëherë edhe nuk e kemi shty as diskutimin e as narracionin publik e politik drejt zgjedhjeve të reja. Asnjëherë. E kundërta, kemi qenë shumë të hapun e konstruktiv që t'i japim zgjidhje vendit, zgjidhje të këtij ngërçi politik e ta zgjedhim një president. Dhe kjo është tregu vazhdimisht me veprimet tona. E veprimet kanë qenë përgjigjet pozitive ndaj ftesave për takime, konstruktivitet, dhënje e alternativave në vazhdimsi, por kur mbyllen të gjitha dyert, atëherë zgjedhjet mbeten alternativa që mund t'i jep vendit zgjidhje. A jep zgjidhje me të vërtetë, sepse ka edhe opinione të tilla që mund të na fusin në një rreth vicioz, sepse këto zgjedhje që mund vinë nuk mund ndoshta të ofrojnë zgjidhje. Konsideroj që ky është një kërcënim që po bëhet prej lëvizjes vetëvendosje, kërcënim edhe ndaj partive politike, ndaj krejt sferës politike në vend, po edhe ndaj qytetarëve të vendit, sepse ne nuk mund të paragjykojmë prej tash se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve. Dhe sidomos nëse kemi një qasje pozitive, atëherë nuk duhet me thonë një fjalë të tillë. Pse duhet me shku edhe në një palë zgjedhje të reja, kur pas zgjedhjeve në bazë të përqindjeve dhe numrave e në bazë të rezultatit. Po në një kohë kaq të shkurtër a mund edhe të ndryshojë rezultati? Mund të krijohen momentume të reja, mund të krijohen momentume të reja të cilat e ndryshojnë rezultatin. Këtë e kemi pa në të kalumen e do ta shohim edhe në të ardhmen, edhe nuk është rasti i vetëm i Kosovës ku krijohen momentume të reja